Jemi gati të xhirojmë emisionin, unë make-upin e kam bërë, flokët i kam gati. Me të drejtën sot nuk jam shumë e përgatitur për temat që kemi, sepse kisha shumë pak orë kohë të lexoja dhe të bëja ndonjë kërkim. Gjithmonë e gjej një gjë për të thënë, nuk ja kam këtë merak vetes. Fatmirësisht jam elokuente edhe. Kjo është veshja ime sotme, nuk kam bërë një get ready with me sepse këtë kostumin e kam veshur një ditë tjetër, edhe porosit që kanë ardhur nga Fashion Nova, Perprimejo, nga Zara dhe nga një faqe tjetër e huaj, nuk arrita t'i marrë dot në kohë sepse isha në udhtim dhe xhirimet mbaruan, unë ktheva në shtëpi, në fakt tani është ora 12 e natës, unë jam kthyer në shtëpi në orën 10. Por 2 orë më deshën që të qetësohesha, të gatuaja darkën, të haja dhe të merrja motivimin për të bërë këtë video në YouTube-it, sepse siç e pat kanë ardhur shumë porosi dhe mendoj që doja nisim së bashku tani haulin me një porosi nga Fashion Nova. Fashion Nova ka sjellë shumë porosi, në fakt këto janë porosit e vetëm këtij muaji. Zakonisht porosis 30 veshje dhe nuk e mbaj mend fare çka kanë porositur. Kjo është e para. Një nga arsyet pse nuk doja të bëja haul tani me ju është sepse duhet të bëj punën e shtëpisë dhe nesër nuk e di nga doja nis më parë. Domethënë nëse duhet të rregulloj dhe të palos edhe këto rrobat e tjera që do hap sonte, do jetë një katrahure vërtet kjo shtëpi. Fustan blazer i bardhë. Nuk do të shkon këtë. Për emisionin vetëm, nëse do më duhet të jem në një emision ose ndonjë gjë që më duhet vesh të kuqe. Se kështu në të dalat e mia normale nuk do e vesh kur. Shikoni sa e bukur. Nuk kam pritur ndonjëherë që Fashion Nova të ketë çanta të mira, po i ka. Kishte shumë kohë që po kërkoja pantallona gri, nuk doja t'i blija te Zaras. Kam marrë set me xhaketën. Besoj se ai bardhi thjesht është i zi edhe nuk është me kopsa para, por është i mbyllur. Ka këtë shpinën e hapur kështu, është i gjatë, i zi deri në fund të këmbëve, edhe është i mbyllur. Oh my god, I love this! Porosia e dytë. Është një xhaket gri, ka këtë materialin e pambukut, me këtë fundin. Event special është okej. 3 porosit e tjera t'i hap për TikTokun, kështu që më ndiqni dhe në TikTok nëse jeni këtu, sepse duhet t'ju tregoj të gjithëve nga pak. Kompania ime e telefonit është skandaloze. Isha tek Vodafone tani sepse fatura e muajit të kaluar kishte ardhur 5400 lekë të reja. Domethënë, unë paguaj 2300 lekë të reja çdo muaj sipas kontratës dhe nuk e di pse kishte ardhur 5400 lekë. Muajin para ardhës ka ardhur 4400 lekë. Muajt e tjerë 3600, domethënë shumë të ndryshme, të larta që unë nuk i kuptoja si nga vinin. Dhe kur shkova atje, mirë që nuk ma shpjegoi një herë, nuk e kuptonte se sa numra ishin në atë emër, zakonisht është vetëm numri im dhe i motrës. Të dyja i kemi numrat, kontratën e Vodafonit i kemi të dyja me të njëjtin emër, edhe okay, e kam kuptuar që ndonjëherë kur kam paguar më shumë, kam paguar numrin e motrës, por këtë herë përveç numrit të motrës, ishte një shumë që nuk e dija si nga vinte. Dhe ajo më shpjegoi që mbase tha mund të jetë roaming, sepse unë nuk e dija e dini ju, por kur udhton ke jashtë, automatikisht nëse thjesht ka val dhe roaming ka val, ai merr lekët direkt. Unë gjithmonë kur udhtoj jashtë, udhtoj çdo muaj, blej gjithmonë eSIM, sepse është më praktik, më i shpejtë dhe më i lirë se sa roaming. Por me sa duket roaming pa kuptuar unë, më ka marrë çdo muaj lek. Përveç kësaj, problemi tjetër me Vodafonin është që aplikacioni nuk më punon, një herë nuk më hapet. Problemi tretë me Vodafonin është se nuk ka val. Dhe kur unë e marr shërbimin dhe i them që nuk kam val, mund të jem në qendër, mund të jem tek Zogu i Zi, mund të jem stacion treni, mund të jem te Liorësh dhe sërish nuk ka val. Dhe kur unë i pyes, shpjegimi i tyre është gjithmonë që thjesht ka disa zona specifike në Tiranë me të cilat kompania nuk ka val mirë dhe ndonjëherë ju ngadalsohet dhe ju prishet. Domethënë, unë me Vodafonin, ka shumë vite që unë e përdor Vodafonin, jo sepse është një kompani super e mirë, por sepse gjithmonë ka qenë angarishtesë për mua që të shkoj të ndryshoj numrin, shumë njerëz kanë numrin tim tashmë dhe nuk dua që ta ndryshoj sepse lidhet edhe me punën. Por me këto lloj problemesh që as vërtet kam kuptuar që bën shumë marifete të ndryshme dhe manipulime për të më marrë lek. Kështu që ose ndoshta
unë jam shumë e intimiduar sepse ndoshta nuk e kisha këtë informacionin dhe nuk e dija që në fillim, po duhet të më thonë që unë ta rregulloj. Tani, nëse ju nuk e dini, nëse ju ka ndodhur një problem, mjafton që të merresh shërbimin e klientit edhe të fikje fare data roaming, domethënë ta hiqet si opsion që të mos ekzistonte. Dhe kjo ishte mënyra vetme që unë tani kur të spoj të mos paguaj lek shtesë për gjëra që nuk e di që po i përdor. Telefonova një djalë, ai ishte jashtëzakonisht shumë i sjellshëm, shumë ndihmues. Ndërsa vajza që punonte fizikisht te dyqani më duket e mori personale me mua dhe dua t'i kërkoj ndjes, por nuk e kisha nervat me të, nuk e kisha nervat me ty, e kisha me kompaninë edhe me faktin që nuk po informohesha se për çfarë po paguaja. Nuk paguaja dot as nga aplikacioni, u detyrova që të shkoja pastaj te dyqani. Ma bllokon numrin direkt. Kalon 1 sekond nga data, direkt më bllokohet numri. Po të lutem, më jep kohë, Vodafone, më jep kohë. Perimet tani janë nxjerr, kam bler sardele sepse kam parë që sardelet në vaj, domethënë çdo peshk që ka shumë yndyrë, sidomos sardelet, ndihmon me rregullimin e hormoneve dhe me rikthimin e periodave. Ndoshta do ju flas një herë tjetër për rikthimin e periodave, sepse kam 3 muaj e gjysmë që nuk i kam dhe po mundohem në mënyrë natyrale që të rikthej. Nuk i tregoj dot sepse derdhet vaj. Normalisht unë të vajin këtu nuk e llogaris fare që ta konsumoj. Kemi brokoli, karrota, lule lakër, avokado, domate qershi, nuk i blej gjithmonë, i bleva vetëm këtë herë sepse nuk e di pse nuk e di pse kisha neps për domate, se unë zakonisht domatet në dimër i konsumoj shumë pak sepse nuk janë të stinës edhe nuk janë shumë të mira. Kjo është dreka ime, perimet i dashuroj. Përshëndetje nga një ditë tjetër. Sot është e diel dhe është dita në të cilën do blejmë panetone me pistankë dhe do jetë paneton një e parë për këtë sezon festash. Jam shumë e lumtur, kam kushërirën me vete, por le të shkojmë në dyqani tani dhe të marrim panetone. Njerëzit në rrugë do më acarojnë gjithmonë. Domethënë çfarë ka që nuk shkon me një influencer, me një vajzë që filmon content. E mora panetonen, tani do ikim në shtëpi dhe do e provojmë bashkë. Panetonen e hëngrëm në një copë të treja, unë, mami dhe kushërira, pastaj pjesën tjetër e kemi paketuar dhe kemi bërë gati për t'ia dërguar motrës. Tani, bëm xhiro nga sheshi, pam dritat, hëngrëm nga një akullore, domethënë mami dhe kushërira, unë nuk e hëngra akullore, dhe u kthyeom në shtëpi të uritura për diçka të kripur, dhe me qenë se është e diel, vendosa që edhe unë bashkë me mamin dhe me kushërirën ta çoj këtë ditën e cheat day deri në fund, dhe morëm 2 picat e Lola. Pizzat e Lola janë me miell sourdough, domethënë janë të shëndetshme, edhe sidomos kjo që është e preferuara ime. Gjuvici edhe nuk e di, ka shumë gjëra të tjera, po e di që është e shëndetshme. Edhe po, kaq do bëjmë sonte. Shikoni sa të bukur që më kanë bërë.
ishte veshja ime për sot. Dhe na ndiqni. Tani do shkojmë tek sorteu i Big Market. Sot folëm për Safe City, folëm për rinin shqiptare, si është materializuar. Kemi folur shumë tema të bukura, kështu që ju ftoj të gjithëve që të vini dhe ta ndiqni. Kaq. Ti vjen me taksi dhe shkon me taksi? Po. Ku ke shumë të marrë ku e ke atë? Çfarë më shqetëson sot është se nuk kam ecur fare, kam ecur vetëm 2000 hapa deri tani dhe është ora 5:30 e darkës. Dhe pastaj do ikë tek hoteli të bëj një video për një parfum edhe kam vetëm xhirime. Bëjmë gati, sepse në orën 6 fillojmë me transmetimin live edhe në Facebook dhe në Instagram. Dhe në qoftë se nuk merrni pjesë tek sorteu, në fakt do ishte mirë që të merrni pjesë. Me vetëm 2000 lekë të reja, blerjet e Big Market, mund ta fusi pastaj faturën tek ajo kutia që mblidhet, edhe mund të fitoni çmime nga më të ndryshmet. No, nuk do. Ka herë të rekti kur kam ngrënë para rrethit me zi kam folur. Heq qizmet dhe veshim takat. Hello guys! Ky është Eni që e njihni të gjithë, nuk kam se t'pa prezentoj, unë po prezentoj YouTube-in tim. Qyra, shi që më kam bë? Unë nuk do t'jem raciste, nuk do t'jem raciste, po e shumë bark. E vërtet shumë bark. Që shkoj të fshien. Eni do zgjedhi gjithë biletat. Unë jam pacienci. Po, do zgjedhi faturat që ju keni futur te kutia e Big Marketit, kështu që shkruani Enit qoftë do vizitoni. Shkruani, nuk dua të pëstoj kështu drama. Je shumë bark Eni. U ktheva në shtëpi dhe po konsumoj drekën dhe darkën bashkë, atëherë kam një gotë kefir. Kam 2 kiwi, kam gjysmë banane, kam 2 vesë, të cilat i hëngra para se të xhiroja videon, sepse isha jashtëzakonisht shumë e uritur. Edhe nuk e di, ndihem shumë e lodhur. Fakt, pas 2 xhirimeve normalisht do ndihem e lodhur, po do të bëj të xhirimin e tretë se s'bën sepse është afati për të dorëzuar për videon tjetër. U mërzita pak tek sorteu se lexova disa emra gabim, se janë shkruar me shkrim që unë nuk i kuptoja. Edhe gjithashtu mu erësuan syt 2 herë, edhe nuk po gjeja dot fjalët e duhura për të vijuar diskutimin. Në fakt nuk ishte diskutim, se thjesht unë lexoj emrat edhe po thjesht ato shumat që po thoja e ngatrova 2 herë. Po mërzita, nuk mërzita shumë se nuk ishte ndonjë gjë e madhe, se s'ishte gjë serioze, po unë që dua të jetë gjithçka perfekte dhe të bëj çdo gjë perfekte me herën e parë dhe po, i bëj çik shumë kritik vetes edhe jam pak e ashpër me veten, po nëse nuk bën kritika, nuk përmirësohesh, kështu që kështu mendoj unë, domethënë, kur më kritikojnë madje më bëhet shefi sepse unë dua shumë që të përmirësohem, që të arrij versionin tim më të mirë të vetes. Darka pasi do takoj Elvisin tek hoteli dhe do bëjmë videon e bukur që nuk kam shumë energji, se është ora tani është ora 8 e darkës, por sa jemi të rinj, do kemi energji. Jemi tek hoteli dhe unë sapo hoqa dorë nga bërja fotove dhe videove, sepse është ora 11:30. Nuk e kemi mbaruar videon kryesore akoma, sepse Elvisi duhet tikte te një punë tjetër që kishte lënë darkë, se unë erdha me vonesë, normalisht xhirime gjithë ditën. Dhe mundova të bëj foto këtu, sepse vërtet do ma shumë e bukur, por nuk isha as energji edhe nuk ka as ndryqim të mirë.
That boy loves to play soccer. Even when he says flas për ty pra, po I them që të ka një dalë që të slozi Concetto. Dear Diary. Pa qenë këtu plani? Grrr. E pull tash I trisht të presë edhe më një orë ose ai pull. Një pull Një pull me të ora, ketchup? me ketchup, me sos. Të vë ta mua se më ta Pa, rrugë. pa. Okay. Mirëmëngjesi nga një ditë tjetër, ne kam nisur ditën me make-upin dhe me flokët normalisht, po tek Claudia dhe tek Ardis Hairstyle. Jemi gati tani të ikim të bëjmë këngën dhe xhirimet e këngës për Top Channel për këngën e fundvitit. Kështu që, jej, kjo është luku. Nëse I shikoni flokët që janë shumë të shpupuritura dhe make-upi I tillë është sepse tematika është rock. Domethënë kemi një këngë të Eugen Shpepës edhe duhet hard rock. Shpresoj shumë që t'ja kem dalë që t'jem në tematikë, mendoj që po gjithsesi do shohim dhe si janë veçur të tjerët. Më vjen shumë për të qeshur me reagimet E njerëzve kur më shohin mua të eci rrugës, se më ndodh të shpesh me make-upin e xhirimeve. Edhe ata vërtet mendojnë që unë jam 24 orë kështu. Janë gjithmonë shikimet, edhe ato fjalët, kjo është ajo goca e televizionit. Which is fun. Kemi xhirimin e videos të Benjanit. Orari I videos ishte në 10:30, por gjithë grupi është pak më vonesë. Xhirimet I kemi tek Big Market, sepse Benjani ka aroma të shtëpisë, të cilat mund t'i blini edhe këtu në market. Tani po presim Elvisin të organizojmë videon edhe pastaj të nisim punës. Nuk kemi filluar akoma, është ora 12:30, sepse po organizojmë pak raftin me aromat e Aronit dhe po presim. Unë po vërdalisem. Po postoj në Instagram, po eci këtu në për supermarket që të kap disa hapa ditor, të bëjt paktën disa se do më shkoj që dita me xhirime sot. Unë personalisht në thënë, vetëm Deri tani kemi përfunduar 2 video dhe po ikim të ham drek. Location-i për xhiruar videon e 3 qytet të fundit. Who gives every heart a lift to Santa? Who is pulled by reindeer on his flight? From house to house he'll go, putting on his show. Don't ask me. Doni të blini një R&D për shtëpinë. Kjo është R&D-ja që ju duhet.
Tani jemi për punë, nuk jemi për shaka këtu.